Martin, mirë se të kemi gjetë. Mirë se ardhët. Fshati i Fisht mund të ketë aty 300 banor, kurse vizitor në vit rreth 170.000. Bashkëpunojmë me rreth 35 familje vetëm vreshtar. Bashkëpunimi me fermerët që kemi është rreth 400 familje. Kur është mirë kushia jotë dhe jeta jote është më mirë, kërkesa për dhoma shumë e lartë. Po ne nuk kemi preferuar me shtu dhomat vet, por kemi thënë fshatarëve hapni dhoma ju, që të fillojë të kalojë ekonomia në terren. Nëse ne nuk konsumojmë produktet tona, fshati do braktiset. Unë nuk di se mund të vdes dhe nuk di zgjidhje problemet ekonomike të zonës time. Por unë jam krenar që kam vu tullën time. Nëse ju kur zgjoni mëngjes, do shikoni një meturin tokë dhe e merrt dhe futni në kosh meturinave, ju keni botë tuaj. Nuk mund ta ndryshojmë komplet Shqipërinë. Rëndësishme është që gjithkush bëj nga pak. Bëjnë tullën e vet.